shkaktari kryesor edhe shkaktari kryesor është çmimi që ka ndodhur në bursat e energjisë elektrike dhe për cilën Kosova e ka. Ky është shkaktari kryesor, do të thotë nuk ka përshtatje tjera që kanë diku në këtë 15%, keni të sigurt që edhe në raport me investimet, edhe në raport me vlerat tjera të efikasitetit, edhe në raport me lakurën e vendeve, regulatori i ka njohur vetëm ato që i ka njohur gjatë procesit të shështitar. Kryesor për rritjen e propozimit të tarifave është çmimi i shkaktuar i energjisë elektrike dhe duhet ta kemi në konsideratë edhe një fakt tjetër, se gjatë këtij viti njësitë e Kosovës do të jenë rëmën për një kohë gjatë dhe kërkesa për import të energjisë elektrike është e domosdoshme për më mujt me siguru furnizim qëndrueshëm për konsumatorët. Vendimi i cili do të pritet më marrë me 11 këtij muaji do të jenë fuqi prej datës 1 maj.